Sot është ditë emocionuese për mua sepse është dita ku përfundova këtë vepër. Është një vepër që ja kushtoj Lezhës, ja kushtoj lezhjanëve. Është shkuara jonë, është një shkuar e bukur, është një shkuar që njerëzit kanë nostalgji për të. Pak më parë takova me kolegun dhe mikun tim Nikolinin që ka vlera të jashtëzakonshme për Lezhën dhe i thash Nikolin hajde se du të tregoj gjë që kam bërë tash. Dhe erdhëm bashkë me Nikolinin për ta pa veprën e Lezhës, bashkë me ty Agustin, dhe u kthyem në një farë mënyrë kujtimit të atyre viteve dhe biseda e tanishme që pak më parë që bëm bashkë, ishte një bisedë që na çoi në të shkuarën e qytetit tonë. Gjetëm shtëpitë e miqve, gjetëm kujtimet ku kemi kaluar një pjesë të mirë të jetës tonë. Dhe një farë mënyrë ky ka qenë edhe qëllimi im të kjo pikturë. Nuk kam kërkuar shumë, si më thënë, vlerat artistike që mund t'i kërkoj në një vepër tjetër, por kam kërkuar një besnikëri të pafund. Unë nuk mund ta bëj më besnikë se sa që kam bërë këtë vepër, megjithëse mund ta kem pikturuar vite më përpara, ndoshta edhe 20 herë. Por kësaj radhe kam bërë një finale, kam dëshbërë veprën e fundit. Lezhën në periudhën që mbylli syt, si po themi në kuptimin figurativ, Lezhën e vitit 1979. Po unë fakt e kam titulluar Lezhë 1978 për të pasur edhe këtë atmosferën ngjyralisht e atmosferë e periudhës verës. Do të them diçka më brava për ja lënë fjalën mikut tim Nikolinit. Është kënaqësi të diskutosh me kolegun edhe me mikun e vjetër Pashkërvati, Viktor, i shuar në rang kombëtar edhe me tepër. Dhe duke pa motivin e tij përveruar, që është Lezhë e vjetër, këtë herë me thënë drejtën unë nuk befasova sepse edhe nga takimi që pata poshtë, më tha hajde se kam bërë diçka, tha hajde shipe. Unë nuk e për mua surprizë, sepse unë nuk e prisha që të shifsha Lezhën, thash mos ka bani një pejzazh tjetër, por është nga motivet më të bukura edhe më të ndjera, edhe si pikturë, por edhe si vërtetësi gjeografike, pozicionale të shtëpive, të gjitha ato që e kujtojnë ata që e kanë njohur Lezhën, kjo flet vetë sepse është tamam Lezhë e vjetër. Ne në rrit, ne kemi qenë të vegjël edhe nuk e na lan as qoshe, as rovic, pa shëtit, e pa lujt, dhe kjo vepër mbat me vete kujtimet të jashtëzakonshme të personave dhe lezhjanëve të vjetër që e njohin dhe kanë jetuar, por edhe ne që i kemi qenë jo qytetar, por kena qenë i qik me lartë, por Lezhë ka qenë, si thush, o gjaku i shtëpisë. Për mua është vërtet një surprizë Pashko, edhe unë të uroj gjitha të mira edhe suksese në krijimtarinë tonë. Ndoshta megjithëse e tillë them që unë nuk e bëj më, por nuk e bëj më. Por do të kesh e ke hapë vetës probleme sepse e ke bërë mirë sa që mund të kesh oferta të tjera. Kështu që shtirë me rezistu. Piktura shumë e bukur, e këndshme, ka shumë atmosferë dhe lëvrim lirshëm peneli, ngjyra, është koloriti i tipik i Pashkërvatit. Suksese Pashkërvatit. Faleminderit. Me duhet fakt të përmend njerëzit që ndihmuan Nikolin në realizimin e kësaj vepre. Është i pari Agustini që bëri thirrje në profilin e tij në Facebook për qytetarët e vjetër të Lezhës, kush ka fotografi qendrës të Lezhës të mi postoj dhe më ka gjetur disa fotografi. Ka kontribut Petrit Sela, një apasionat mbas fotografive dhe relikeve të vjetra. Ka Mustaf Shema. Janë 3 njerëz që kanë ndihmuar. Për çfarë kanë ndihmuar? Unë kam pas nevojë
për konkretizim të objekteve për shembull. Dikur e kam piktruar këtë, por kam dashur që gjithçka, duhet marrë edhe motivin e shtëpisë, syteve që ka qenë dikur mapaja, kam respektuar arkitekturën. Unë doja të kisha një arkitekturë shumë besnike, sepse në mënyrën impresioniste më ka pas piktruar dikur dhe ishte lesha, por kësaj radhe doja një lezhë deri në kufijtë maksimale të vërtetësisë, dhe kanë ndihmuar këto 3 njerëz të mrekullueshëm. Duhet të falenderuar sigurisht kryetari i Bashkisë Lezhës që e ka zgjedhur për hollin e Bashkisë së Lezhës. Është qytetari, pra ky veprim i tyre se ndoshta nëse nuk do të ishte porositësi me mundësi matematikore 100% nuk do të kisha hyrë me bokë të vepër. Pra është një kontribut i atyre që kanë thënë unë e duam këtë vepër dhe unë e vlerësova maksimalisht për të bërë një farë finale në këtyre peizazheve të Lezhës që kanë bërë në vitet e shkuara. Mendoj se vërtetësia është vlera më e mirë e kësaj pikture. Ju falenderoj që ishit këtu. Kusni, falenderoj Nikolenë, falenderoj shumë që ishit këtu. Falenderoj.